A e dini që duen më pak se 15 minuta për të prodhuar nga këto patate që vinë drejt për drejt nga Ara, patatinat e famshme. Jam në fabrikën e patatinave Vipa në zonën e Vushtris. Patatet sa po kanë ardhur, i kam shoqëruar vetë nga Ara, do shohim tani se si prodhohen. Këtu është larja e parë, pra pastrimi i parë që i heq dheun. Patatinat po vinë me transponder. Ndërkohë, hyra në pjesën e brendshme të patatinave, këtu jam në pjesën e brendshme, është filtrimi i parë i patatinave, është larja e patatinave, nga procesi i larjes shkojnë në procesin e prerjes, e gjitha kjo zgjat pak minuta, nga procesi i prerjes vjen procesi i larjes, lahen të gjitha. Shiheni se si mbrin në këtë pjesë ku patatinat futen për të skuqur. Ky është momenti i skuqjes. Çdo gjë është automatike, filtrimi i vajt, çdo gjë vjen deri këtu. Në këtë vend këtu del patatina e skuqur, por pa shije. Pra thjesht e skuqur si patatet e skuqura që përgatisnim ne dikur, ja ku janë, u vinë, ndërkohë arrin në këtë pjesën këtu, patatina është vetëm e skuqur, ndërkohë në katin e sipërm, marrin shijet e veçanta, dhe po të vini re, këtu prodhohen dhe mbrin me kuti të plota, ja ku jam. Mbrita pra tek tabelat tek kutit. 15 minuta unë e bëra 1 minutë e gjys për të parë se si vjen nga patatja e Vushtris në patatinën Vipa.